Një rast i rënd i abuzimit seksual më të mitur ka ndodhur në Sheqishte të Bashkisë Patos. Një 12 vjeçare është abuzuar seksualisht nga babai i saj Zamir Meta, i cili tashmë ka rënë në prangat e policisë. Në një prononcim për mediat, nëna e vajzës 30 vjeçare Juela Meta rrëfen mes lotosh se si vajza ishte larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit dhe ka shkuar tek komshinjt pasi ishte përdhunuar nga babai. Më ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njofton vajza e dytë që ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia gjeti vajzën dhe vajza kishte treguar që babai kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, atje i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thotë të gjitha, që kishte periati. Sa vjeç është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Si është me vlezën dhe motrën, kur i ndaja i thosha të keqe mami, zemra mami, nëse vinë me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk të rrugë. Vajza kaloi në depresion, sa u lërguar në banesa, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, kishte dhënë bukë.